besoj që e ruajnë elektoratin, por ata kanë edhe një rol tjetër. Prandaj pse Bedriu? E tha edhe Ilia, ju tha edhe këtu edhe prej tjerëve, Bedri Hamza është një njeri jo konfliktuos, një njeri që i ruan raportet, edhe i ruan pak a shumë është ma i ftohtë në këtë rast, sepse PDK-ja mbi të gjitha duhet me rujt unitetin brenda partijake, jo veç me njek votën me çdo kusht. Dhe u tha këtu që mas shtymjes së verdiktit në Hag, praktikisht PDK-ja me dalë qysh është, ose edhe një rritje qoftë edhe simbolike është shumë mirë. Për arsye se nuk është pak, praktikisht kreu, do thotë dy liderët kryesorët e saj, themelues në vërtet, mos me i pas këtu. Dhe në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës një vizion ma të qëndrueshëm ekonomik se pushteti e ka. Dhe muj nëse doni me argumentu me orë, po s'është rasti as rani. Bedri Hamza për ekonomi do të thotë është njëri prej kryeministra, prej kandidatëve për kryeministër ma kredibil. Nuk flet në ujë, nuk qet petlla në ujë që thojnë, por problemi është që elektorati i Kosovës deri me sot ma shumë ka dëshmu nacionalizëm, fuqi pathoj, do thotë se sa ide kreative ndërtuese, me ndërtu vendin tonë. Sepse fundit një ditë historia ka me të mojtë men çka i kryefruti vendit tonë, çfarë veprash e kryevepra, çfarë reformash ti ke mrinë në shoqëni me bë, çfarë kryeveprash ke mrinë në shoqëni. Unë normalisht që na bjen me udhëtu shpejt, po kryeveprat që shon autostradat në Kosovë, që shon do punë tjera, nuk munden mu bo për vjet. E s'munden mu bo në bëna një mandati qeverisë se dy asi. Mirë, po, për do punë të mëdha duhet edhe rreziku shumë i madh. Ju e dini që për autostradat, tash që më tha që edhe qeveria Kosovës atëherë ka pas vërejtje serioze prej bankës botnore.